Për shkallëzimin e konfliktit mes Izraelit dhe Iranit të qershor u shoqërua nga një lumë i pritshëm dezinformimi në rrjet. Nëse keni parë video dhe foto në rrjetet sociale që pretendohet se tregojnë bombën nukleare të Iranit, mos u tremni. Bëhuni skeptik. Kjo video pretendohet se tregoi bombën iraniane që tronditi botën. Megjithatë, me motorin e kërkimit pamor Google Lens, ne gjetëm se pamjet të bombës në video ishin postuar në Instagram në vitin e kaluar nga një transportues. Nëse kjo pajisje do ishte bombë bërthamore, vështirë se regjimi iranian do të lejonte dekonspirimin e lëvizjeve të saj nga një kamionist në Instagram. Fotot të njëjtës pajisje u postuan nga një inxhinier i cili shpjegonte se pajisja ishte një reaktor i reduktimit të hekurit për një udhëzim çeliku. Kjo video pretendohet se tregon djegjen e selisë inteligjencës izraelite në Tel Aviv. Megjithatë, me anë të Google Lens, ne gjetëm se video është postuar fillimisht në Twitter më 11 qershor, përpara se Izraeli të godiste papritur Iranin me raketa. Dhe tregon zjarrin që ran në një parking motocikletash në jugperëndim të Kinës. Kjo foto pretendohet se tregon Tel Avivin në flak pas një sulmi raketor iranian. Një kërkim pamor na tregon se ajo është modifikuar. Në imazhin origjinal, struktura e ndërtesave dhe forma e tymit është e njëjtë, por nuk duket si zjarr. Kjo duket qartësisht kur krahasohen të dy imazhet. Verifiko dhe ti. Motorët e kërkimit pamor janë falas dhe thjesht për të përdorur. Vizitoni adresën images.google.com. Ngarkoni imazhin që doni të verifikoni dhe do të shihni rezultatet e kërkimit pamor. Kujdes, qëndroni skeptik.